Në përmbyllje të javës së integritetit 2025 u zhvillua konferenca 7 kombëtare për të drejtën e informimit me temë Agora e transparencës në kohën e integrimit, e organizuar nga Komisioneri për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale në bashkëpunim me Ministrinë e Shtetit për Administratën Publike dhe Antikorrupsionin. Komisioneri për të drejtën e informimit, Besnik Dervishi, në fjalën e tij tha se transparenca është një element thelbësor për ndërtimin e besimit midis institucioneve dhe publikut. Raporti Komisionit Evropian për vitin 2025 thekson se ligji për drejtën e informimit në Shqipëri është në përputhje të gjerë me standardet evropiane, por zbatimi praktik mbetet ende i paqëndrueshëm. Autoritetet publike vijojnë të përdorin justifikime të përgjithshme lidhur me interesin publik për të refuzuar kërkesat për informacion, pa dhënë arsyetim të mjaftueshëm ligjor dhe pa respektuar parimin e proporcionalitetit. Zbatimi efektiv i kuadrit të ri ligjor, forcimi institucional dhe masat proaktive të transparencës do të jenë përcaktuese për përparimin e Shqipërisë drejt përputhjes së plot me kapitujt 10 dhe 23 të Akit Komuniter të Bashkimit Evropian. Programet e transparencës, instrumenti i transparencës proaktive, pra informacioni që duhet japim vetë ne autoritetet publike, është fytyra me të cilën prezantohet çdo autoritet publik. Ka mangësi gati në të gjithë rubrikat e tij. Dhe kjo sjell përveç kufizimit të informacionit për qytetarët, edhe penalizim për vetë ne autoritetet publike. Për ato punë të mira që besoj për ditë edhe bëhen, por edhe për kritikat që na ndihmojnë të përmirësojmë punën tonë. I ngarkuari me punë i delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, Andre Rizzo, tha se ka vonesë në dhënien e informacionit. Jo vetëm të miratojmë ligjet, por ato të garantojmë zbatimin e tyre nëpërmjet programeve të transparencës institucionale, përgjigjet në kohë të kërkesave për akses, mbikëqyrja e regjistrave elektronik të kërkesave dhe përgjigjeve dhe për të siguruar publikimin dhe mundësimin në përdorimin dhe ripërdorimin e të dhënave sipas standardeve të qeverisë së hapur. Në projektin e qeverisë së mirë, BE-ja mbetet në mbështetje të forcimit të monitorimit dhe të zbatimit dhe forcimit të kompetencave të komisionerit të dhënave. Fokusi i ditës së sotme se takon programit të transparencave në nivelin e bashkisë është aspekte të kjo tregon që transparenca nuk është unifikuar. Kjo është përdorimi i gjerë i përjashtimeve, zbatimi jo konsistent i testit të interesit publik dhe dhënia me vonesë e informacionit, siç u përmend, pra që bëhet vetëm kur ka filluar një proces nga ana e komisionerit. Ambasadori i prezencës së OSBE-s në Shqipëri, Michel Taran, tha se ka mbështetje institucionale në mbrojtjen e të dhënave. Ky legjislacion tani është i harmonizuar plotësisht me rregulloren e mbrojtjes së të dhënave të BE-s dhe direktivat në zbatim të saj. Rezultati i bashkëpunimit disa vjeçar në udhëheqjen e institucioneve tuaja parashikohen në këtë ligj, i cili parashikon formën e përpunimit të të dhënave, ndërkohë që forcon edhe të drejtën e mbrojtjes të individit. Duke reflektuar për bashkëpunimin tonë, vërej një bashkëpunim të frytshëm midis pranisë së BE-s në Shqipëri dhe institucionit tuaj, sidomos mbështetje në identifikimin dhe në adresimin e çështjeve për mbrojtjen e të dhënave. Iniciativat tona janë përqendruar tek rritja e ndërgjegjësimit dhe qasjeve praktike në mbrojtjen e të dhënave dhe në hetimet, siç janë lidhja kryesore midis të drejtave të njeriut dhe teknologjive digjitale. Ndërkaq, Ministri e Shtetit për Administratën Publike dhe Antikorrupsionin, Adea Pirdeni, foli për portalin Transparent Albania, që sipas saj vjen me funksione të reja. Pirdeni theksoi se përmes këtij portali, qytetarët do të mund të marrin çdo dokument dhe do të mund të kontaktojnë me koordinatorët për të drejtën e informimit në çdo institucion.